Jemi sërish së bashku me piktoren, artisten Teuta Hoxha Imeri, e cila së fundmi ka realizuar dhe një ekspozitë në Stamboll, e cila quhet Lojra pa kufi. Dhe pikërisht pa kufi ka qenë dhe kjo ekspozitë. Të falenderojmë dhe njëherë që je pjesë e emisionit tonë dhe për energjinë e mirë që ke sjellur këtu në studio. Më thuaj pak, duke filluar nga emri, do doja që ta qartësonim njëherë këtë, çfarë do thotë lojra pa kufi? A është vetë kjo, do me thënë, pa rregulla, sepse rregullat me atë dinë që rregullat janë bërë për të thyer, ose pa kufi gjeografik do shfaqet gjithkund edhe jashtë vendit tonë? Si është ideja, koncepti? Ideja dhe inspirimi i gjithë, do me thënë, temës të magjistraturës, këtë kam pas temën e magjistraturës, që tamam në atë kohë fillu edhe pandemia, të gjithë u mbyllëm edhe pre atyre zëreve të shumëta të fëmijëve që ishin përpara në lagje, për një moment u shojta i zëri. Edhe ishte që e ndigjonja atë lojen, fatkeqësisht të fëmijëve të mi, brenda në banes, do më dhe në 4 mure që të luhet edhe futboll, edhe të luhet lojra tjera që nuk mundeshim të luajmë jashtë. Aty më lindi ideja dhe inspirimi, do më thënë që loja pa kufi, fëmijët kanë nevojë të luajnë, kanë nevojë për kënde të lodrave. Fëmijët kanë nevojë shumë të sqarohen nëpërmjet artit, nëpërmjet lojrave të ndryshme, mund t'i thuri, lojrave të ndryshme të adoleshencës, do më thënë asaj moshës që hapat e para, deri në adoleshencë, si vjejnë ato lojrat një nga një. Faktikisht që une e kam lidh me atë fëmirin time që e miritur të them në rrugë, edhe kemi luajtur deri vonë, do më thënë edhe symshelt, edhe me top, kemi luajtur gjitha lojrat me basketball, me futboll, me handball, ku sot fëmijët nuk i ndigjojmë si që kemi ndigjuar ma përpara. Tani janë lidhur me teknologjinë, janë lidhur me këto rrjete sociale, që nuk i merr malli as të shifen. Edhe i shoh që edhe kur dalin nëpër lokale për një kafe, ato më së shumë të rinë nëpër telefona, sesa që e bëjnë ndonjë biseda. Përmende fëmijërinë tënde, si ka qenë fëmijëria jote? Si e kujton përveç këtyre lojrave? A të merr malli për atë pjesë, për atë periudhë të jetës, për ato njerëz me të cilët ke luajtur, ato zëra të cilët kanë qenë pjesë e çdo rruge aso kohë, ndërkohë që sot fatkeqësisht nuk është një realitet i tillë. Sa herë që shkoj në Struk, edhe kërkoj fëmijë që t'i shoh se si jemi rritur ne. Ne kemi pasur edhe një emër, do të thënë të Mahallës 21 fëmijët e Mahallës, se ishim dikundi moshatar që edhe në shkollë shkonim bashk, edhe në kopsht shkonim bashk, edhe në shkollë të mesme ishim bashk, edhe sot e kësaj dite jemi ajo shoqëri që kemi mbetur, do të thënë që në veçli, edhe pse me gjenerata jemi më të mëdhenj, më të vegjël, nuk është ajo bukuri e fëmijëve të sot që janë. Më mungon ajo se me shtëpia më afër fushës të sportit të shkollës fillore që ndigjoheshte e gjithë vera që ishte deri vonë që luheshte në atë fushë, ndërsa tani shumë pak ndigjohet. Nuk e di, kjo teknologjia na mbylli të gjithëve, sa është e mira që është edhe dhimbshme kjo gjë. A ka qenë pjesë e ekspozitës në një kujtim nga fëmijëria jote duke mos marrë parasysh fëmijërinë e fëmijëve të ty? Në mënyrën time abstrakte, do më thënë më së shumë se punën e bëjmë më tepër në abstrakte, shumë pak jap realitetin, për shkak që secili ta shohë atë bukurinë edhe lojën e vet, inspirimin e vet, ta gjejë secili veten e vet në çdo punim. Normal, secili autor fillon njerë nga vetvetja, mandej e jep edhe atë fantazinë ose mendimin ose fabulën e dikujt tjetër. Çfarë loje, çfarë momenti do doje që ta përjetonin dhe fëmijët e tu dhe të gjithë fëmijët e kësaj gjenerate nga ajo kohë që e keni përjetuar ju fëmijërin tuaj? Ka plot lojra, mbase edhe ne si prindër jemi bo pak ma të frikshëm,
Nuk i lejojmë që të zërëzohen. Që të rëzohen, që të prekin. Në më thënë, është tjetër kënaqësi, është ajo kënaqësia kur ti këm zbathur nxitonje deri te liçeni, freskoheshe si fëmijë dhe ktheheshe vazhdonje rutinën e ditës. Ka shumë lojra, edhe pse nuk mund ta veçoj njërën apo tjetrën, po ka lojra të shumta. Çfarë momenti do veçoje nga karantina që të ka bërë dhe të thuash që okej, kjo periudhë duhet shfrytzuar të paktën për të bërë art, që edhe pas disa viteve të shfaqet dhe të kujtohet dhe të mendohet se sa ka ndryshuar gjërat para, përgjatë dhe pas karantinës? Është një tjetër gjë që unë jam tërkohën e lidhur me fëmijët dhe jam me nxënësit, domethënë që edhe si mësimdhënëse dhe tash si drejtoreshe e shkollës, domethënë jam me të gjitha moshat afër edhe ajo pjesa e ndarjes edhe të mësimit online mua më jep traumën e pandemisë. Edhe kur e biseduam që ta bëjmë emisionin në Skype ose në Zoom, besoj që më zoni janë, thash jo, të luta mama, të jem në studio më së mirti se sa ajo është një nga ajo zhurma e përdiqme për një moment shuat. Fëmit më mungonin shumë, fëmit. Profesioni, base vije dhe për një familje që të dy prindët i kanë pasur në arsim, të dy kanë qenë tërkohën të lidhur me nxënësit, edhe kritë kjo periudhë më jep atë nostalgjin e asaj kohë kur i vinin nxënësit e prindve në shtëpi ose në shkollë, të njëjtën gjë tash atë dashuri mundohem ta emitoj ose ta jap edhe unë te fëmijët. Besoj se ka pasur rezultatet mira, kanë qenë një shembull për ty, kështu që besoj se është një shembull i mirë për të ndjekur, jo vetëm nga ty, por nga të gjithë ata të cilët janë pjesë e këtij profesioni. Ekspozita ka përfunduar para disa ditëve. Më thuaj pak, si shkoi, si ishin komentet, si e mirëpritën në Stamboll këtë ekspozitë? Ishte, domethënë, ekspozita është në program të Ministrisë së Kulturës, e përkrahur nga Ministria në Qendrën Kulturore Informative në Stamboll. Një eksperiencë e re, se Stambolli dhe Turqia edhim që arti atyre është shumë përpara. Kur je nga jashtë mendon atë të kem vizitor apo jo, një përshtypje shumë pozitive dhe ngrohtë nga shumë kolegët tonë që i kemi në Stamboll, domethënë profesor të fakultetit, që ishin adite të pranishëm në hapje dhe gjatë ditëve në vijim, se qërinja në galerie dhe e shinja të interesimin e madh të vizitorëve, se cili artist që është nga Maqedonia i avlen që të shkojë dhe ta përjetoj këtë eksperiencë. Është në një vend në qendër të Stambollit, galeria që për ne artistët e Maqedonisë vlen shumë. Pse thua kështu? Vlen për shkak se është tamam në atë rrugën e muzejeve, në rrugën e filharmonisë, në rrugën e operës edhe si qendër. Në zemër të artit? Po, në zemër të artit të Taksimit, ku me të vërtet ja vlen që të ketë secili artist nga një ekspozitë. Pse ishte kjo përzgjedhje për Stambollin? Ishte thjesht pse jo në Stamboll ose ishte specifikisht dua që ta bëjnë në Stamboll një gjë të tillë? Për shkak që New Yorkun, domethënë qendrat kulturore informative që i kemi ne si shtet, jashtë vendit, New Yorku kam qenë, në Bullgari kam qenë, e bashkë kësaj radhe të arsyeshme të jem në Stamboll. Vitin e ardhshëm ta shohim e bëjmë. Ku e bëjmë vitin e ardhshëm? Po me shpresë që në Francë ose dikundi edhe nga Tirana. Në thënë një ekspozitë virtuale e kam pasur në Tiranë, tani dua një tamam ta përjetoj edhe publikun e Tiranës. Do e manifestojmë këtë? Patjetër. Në muajt në vazhdim të bëjmë një bisedë të tillë, por me një qytet tjetër.
Me qënë se e përmendja publikun e Tiranës, do doja t'ju pyes fillimisht për publikun e Stambollit, ata të cilët nuk ishin artist vetë. Çfarë ishin komentet e tyre? Si e mirëpritën atë dhe a janë ata skeptik kur shohin artistë të cilët nuk janë turk, të shohin artin e tyre, janë kurioz për të parë në qoftë se janë po aq të mirë se artistët të cilët ata i kanë vendas dhe që kuptohet e kanë një simpati? Zakonisht, do më thënë njerëzit që shkojnë për ekspozita apo në këto manifestime janë njerëz që jetojnë me artin, edhe e kuptojnë artin, edhe që i lidh diçka me artin. Të gjithë, do më thënë kritikat ose të thëmë pozitive ishin, të lidhura me ata që të ketë më shpesh, më thënë ekspozita, një pozitivitet i mirë që tamam se puna e Poçarit kishte pleq, do më thënë një publik pak ma e vjetër në moshë, të cilët me shumë entuziazëm i ndiqnin këto manifestime. Pozitivitet kishte, unë isha shumë e lumtur për derisa i kisha profesorët e Fakultetit të Ankaras edhe të Stambollit të pranishëm në ekspozit, për mua është një rezultat për te të mirës. Dhe besoj se është një arritje që të shëron ta ke çdo artist. Çdo artist, faktish. Këto janë disa vepra të cilat ju i keni bërë që më herët. Më intereson gjithmonë tek të gjitha artistët të cilat grumbullojnë për një periudhë të caktuar veprat e tyre dhe vendosen në një moment të dytë për t'i ekspozuar dhe për publikun. A ndodh që përgjatë përzgjedhjes, normalisht vendosjes në një vend të përshtatshëm, radhitjes së tyre dhe kështu me radhë, të gjithë këtij procesi, a ndodh ndonjëherë që të mendoheni kjo duhet të ndryshohet, ose duhet që të bëhet pak, t'i vendohet në një detaj shtesë, ose kjo nuk meriton që të jetë pjesë e kësaj ekspozite, ose gjëra të tilla. Keni mendime të tilla për veprat, ose janë të gjitha origjinale ashtu siç janë krijuar në momentin e parë dhe si të tilla dhe janë shfaqur dhe në ekspozitën e fundit? Kjo ekspozit, do më thënë, është nga cikli i grafikës, për shkak se unë jam grafiste e diplomuar, edhe grafika është pak ma ndryshe se sa piktura. Fakti është që kur ti fillon të punojsh, dal nga dal ajo e fillon me skicën, pa pas e në rrugtime ndryshon, po jo ngjyra kjo, po jo ngjyra ajo, po doli ma bukur se sa ajo që ti e prisje. Do me thënë, ka lloj se thëmë, ideja është në rrugtim deri në atë final. Ti si artist asnjëherë s'u thosh kjo mbaroj, edhe unë e shoh që është tamam. Sa ma shumë që ti ta shohësh përballë te një punim, e shefën që po sikur ta kisha bërë edhe këtë, po sikur ta kisha bërë edhe këtë. Ndërsa në grafike isha patjetër t'i jap finalizimin në llojin e skicës deri në shtypje, për shkak se grafika ma nuk ka televizor. Është shtypja tjetër, është bakërshkrim, është me gjilpër të thatë, më thënë ka më shumë punë në metale dhe në dru. Na sharot lutem se gjilpërën e thatë qa ishte? Gjilpër e thatë. Gjilpër e thatë. Është, dhe më thënë, është ajo punimi me gjilpëra që janë për grafik edhe që punohet në bakër ose në dru. Një teknik e posaçme. Teknik e veçantë në grafik. Sa janë të vështira për të realizuar këto vepra? Nuk mund ta them që për mua grafika është ma e vështira, ma e vlefshmja, se punohet negativi, mandej e jep në pozitiv, e shtyp në letër. Skulptori do të thojë skulptura është ma e vështirë, piktori e ka të vetën, do të thënë se cila degë e artit është e rëndësishme dhe e ka të rëndësinë dhe peshën e vetë. Ju përmendet se në këtë ekspozit kanë qenë të pranishëm dhe artist vendas atje, edhe ju ma merr mendja që keni ndjekur dhe ekspozita qoftë atyre artistëve turk apo të në një shteti tjetër. A dallon stili i të pikturuarit varësisht vendit, a mund ta dalloni për shembull nëse dikush mund të jetë këto janë prej Ballkanit ose këto janë prej Turqie, supozoj, ose arti i bën bashkë të gjithë dhe nuk ka asnjë dallim? Jo, arti i bën bashkë të gjithë, tash ato orientalet
e dim të kujt janë, vërehen. Po, arti është se cili ka ideet e veta edhe bukurin e vetë. Lulja është lule, si të ne, si në Turqi, si në Amerikë është lule. Është kjo idea... Më kupton, ka se cili ka të stilin e vetë, motivin e vetë. Po mund të thomë nëse e ndik një artist ma kotë gjatë, më vetë se e din që stili kujtë është edhe si është, se cili prej nesh e kemi një lloj punimi ose një lloj detali që ma shumë në simbolizon ne si që ju veçon nga të tjerët. Ju na veçon të dhëm nga dikush tjetër, nga kolegët tjetër. Është edhe kjo idea që është në përgjithësi në të gjitha sferat e artit që orientalja gjithmonë lidhet për shembull me turqin. Mirë po, besoj se nuk është që atje ka art vetëm në këtë stilin oriental, besoj se ka edhe në stilet të tjera, apo jo? Po, patjetër. Se gjithmonë lidhet me ato, do të çfarë shohim orientale, gjithmonë duhet jetë e tillë. Po, është e tillë, po edhe me Bosnjën mundemi ta lidhim, po atë kemi më afër Turqinë edhe ndoshta edhe ajo me Turqinë më shumë, po, kemi diçka të përbashkët që na lidhen me Turqinë, po nga ana tjetër edhe me Bosnjën orientali na lidh. Ju keni bërë ekspozitat tuaja në vende të ndryshme me publik të ndryshëm. Çfarë i veçon secilin prej tyre? Përmendet New York, përmendet Bullgari, Turqi, normal në vendin tonë. Çfarë i dallon publikun? Si mendoni ju? Çfarë preferojnë më tepër? Cilët stile i preferojnë më tepër secili publik? Ose të gjithë kthehemi te ajo që arti është art dhe çdo kush dëshiron artin në formën e vet. Mundesh të thuash që fatkeqësisht të ne publiku për artin, për ekspozitat është më i vogël, më i ngushtë. Ndërsa kur të thësh për lëmin e muzikës, se cili e ka ata kënaqësinë e veshit se cilë muzikë e ndigjon ose cilë zhanër e ndigjon. Ndërsa arti është art edhe se cili në atë punim e gjen vete. Nuk ka person që dhe më thënë se cili e shef me atë syrin e vetë edhe e bën atë fabulën si do në naj vetë. Më thënë, në momentin se si e shef, a shef që është ndoni top, ose ndoni vazo, ndoni gotë, ose ndoni sy, dhe më thënë, e mundohet me anë të titullit të themi të ekspozitës ose kritikës të artit që është në për katalogje, ta gjë vetën në atë cikël të punimeve. Meqense se publiku turk në rastin e fundit ka pasur mundësi që të shijoj një artist nga vendi jonë. Ne, a do kemi mundësi për të ndjekur një artist turk së shpejti në vendin tonë? Ka pasur artistë të huaj. Tani, së shpejti, në planet e ardhshme. Tash nuk e di, momentalisht nuk e di programet e muzejit se si kanë janë, po ka pasur artistë të huaj të neve. Ne mbase jemi shumë ma mikpritës edhe më të përdim ti vlerësojmë edhe ti qmojmë artistët të huaj sësa artistët e vendi. Pse mendoni kështu? Se ashtu është, doher njeri unë tënd asë njerë nuk din ta vlerësojsh. Kur të ikën, atëre si thotën, opa, pritë se kjo është i joni. Kjo është i joni. Kjo është i joni. A në fakt, ti kur e kisha aty nuk e dite ta vlerësojsh. Është në fakt një fatkeqësi, është një gjë që e thonë shumë artistë, jo vetëm ju. E kam dëgjuar shpesh dhe shpresoj që të ndryshojë kjo me kalimin e kohës. Të gjithë mendojmë edhe jetojmë me atë shpresë që nesër do vlerësohemi më shumë në vendin tonë. Le të jetë kjo një thirrje për gjithë shikuesit. Patjetër, gjeneratat e reja duhet ta vlerësojnë njëri tjetrin, jo të kenë xhelozi edhe të mundojnë atë garën që nëse dikush ka mbrirë në profesionin e tyre dikundi lartë, unë do mundohem që ta ndihmoj që të shkoj edhe ai lart, po edhe unë bashkë me ata. Kjo është kështu nëse punojnë do të shkojmë përpara dhe asnjëri nuk do ikim. Jam absolutisht shumë dakord me ju për këtë pjesë. Vera është pas dere. Do shkoni në Struk të shijoni plazhin apo do presim në një ekspozitë të radhës? Në Struk e kemi simpoziumi. Një event shumë i rëndësishëm. Një event shumë i rëndësishëm i Strugës që Struga momentalisht me fatkeqësi të madhe mund të them që ka ngel si zora qora në shtetin tonë.
Është një qytet shumë i bukur me liçene dhe me një drinë shumë të bukur që ndajnë Toskët edhe Gegat. Një qytet që me të vërtet edhe në Stamboll tha shumë është i bukur Stambolli. Po prapë si Struga bukuri nuk e ka. Edhe në thonë pas ta lokalist tani, po tani çfarë bëjmë ne? Ajo që është. Struga e ka atë bukuri verës që përveç se i ka dhënë pesh mbrëmjet e poezisë që na vinë shumë poet nga jashtë, që 10 vjet bashkë me kolegët e mi, i japim një pesh të madhe Strugës me artistë që vinë nga e mbarë bota. Si vjetë kemi 10 vjetorin, do ta kemi promovim mos e marri atë ekskluzivitetin për një emision të tillë për simpoziumin, që do të presim nga Brazili, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Italia. Presim përgjigje për një artist nga Palestina, të na vije si vjetë, kështu që do të ketë një lajramani shumë të madhe. Dhe besojmë se edhe Struga do zbukurohet edhe më tepër me të gjithë këto artistë dhe punimet e tyre. Si çdo vjet, kuptohet. Si çdo vjet. Ne ju dëshirojmë shumë suksese në simpozium dhe në të gjitha projektet tuaja të ardhshme dhe shpresojmë që ta keni të gjitha ata të cilët janë duke na ndjekur vath në vesh këtë pjesën që duhet të vlerësojmë më tepër artistët dhe të ndjekim më tepër artin dhe të vlerësojmë në përgjithësi më tepër artin. Arti na bashkon të gjithëve. Arti na e shëron syrin edhe zemrën, e vetmja gjë që nuk ka gjuhë urrejtje është arti. Edhe e vetmja gjë është që në botë arti na çon përpara. Kjo është domethënë komplet shteti të jetë në përkrahje të artistëve. Absolutisht. Dhe ne si qytetar do mundohemi që ta bëjmë atë pjesën tonë. Faleminderit. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit tonë sot dhe shpresoj që të shihemi në emisionet të radhës për projekte të ardhshme po kaq të suksesshme. Faleminderit nga ana juaj, faleminderit televizionit Alsat që asnjëherë nuk nguron edhe na përkrah për çdo gjë. Gjithmonë këtu për ata të cilët punojnë dhe që mundohen të durojnë gjëra të bukura. Patjetër, faleminderit. Ishte kënaqësi. Gjithashtu.